sot duhet dali Simeone duhet marrë përgjegjësi konkrete për këtë humbje që erdhi me kaq shumë gola brenda kaq kohë të shkurtër. Ka më përgjegjësi, është thjesht dorëheqje. S'ka më çfarë përgjegjësi, edhe çfarë përgjegjësi do mash. S'ka më, aty është thjesht ndryshim në stol, duhet një ndryshim në stol. Sa diun Ange është i lirë. Ange Postecoglou çim, imagjinoje ke Atletico. Shiko, ka një moment, ka një moment Denis që ai ka ndërtu komplet Atletico Madrid, okay? Para Simeone sa nuk ekzistonte. Jam shumë dakord. Atletico Madrid. Vjen një herë ndryshimi. Ndërtoi komplet kështjellën, e ndërtoi, domethënë i dha histori, i dha trofe, i iku një Champions. O legjendë, shumë dakord. Me offside. Iku një Champions, po jo më iku Champions, ashtu si iku. Me Ramos që luante volejboll. Dhe kur vjen fundi i një gjëje, e ke bërgjën komplet, ka mbaruar si gjë. Kur vjen fundi i një gjëje, tani o gjen motivime të tjera që është e vështirë të gjesh motivime. Ka thënë Mourinho, e ka thënë, me brezin e ri është e kot, nuk funksionon më mentaliteti im me brezin e ri, siç funksiononte me Ton, me Drogba, me Lampard. Brezin e ri nuk funksionon ajo ideja ne kundër gjithë, ajo nuk ka. O do luajmë futboll, ose do luajmë futboll. Çfarë do bëjmë? Se bëhet i lodhshëm futbolli Mourinho's, Contes dhe i Simeones. Bëhet i lodhshëm gjithë të përgatisim ndeshjen vetëm në mbrojtje. Po tash ka evoluar pak futbolli dhe nuk është se je skuadër e vogël që s'ke çfarë të bësh. Ama Denis, me gjithë miliardat që kanë shpenzuar, po. Prandaj themi ne që është plani A dhe plani B. Në momentin që ti organizon një skuadër edhe me 200 milionë euro blerje që ke bërë këtë verë, të luaj në mbrojtje dhe blok i shkurtër me lojtarë që duhet jenë agresiv, në momentin që ti nuk ke një plan B që të luash dhe ndryshe, çfarë ndodh? E nxjerr pak hundën për jashtë, siç e nxori Atletico mas golit pësuar, ekspozohesh dhe mbaroi filmi pastaj. Pastaj mbaroi filmi. Atje të pretej tjetri. Por e di si ka ky goli që bëri ky Martinelli. E di si ishte mesi fushës, sot çuna ishte skandale burr. Dhe lojtarë që ishin fut ishte bërë dhe zëvendësim ai. Ishte futur Bajenën, pastaj mas u fut Bajena. Kuptoj, ai kaloi aty sikur po bë vrap nga liçeni, nuk e na lodhte njerëj, domethënë shumë kollaj.